Ferizaj me formën e vetë të ndryshueshme ka befasuar shumë kë për të mirë në këtë edicion, kurse Dy Korriku me formën e vetë kryesisht të dobët, deri më tani ka qenë një nga zhgënjimet e sezonit. Dueli ndërmjet këtyre dy ekipeve pritej të ishte i hapur dhe interesant dhe doli të jetë pikërisht i tillë. Në minutën e 21 agroni strefi shënoi dhe Ferizaj kaloi në epërsi 1-0. Mirëpo epërsia e vendosve zgjati vetëm 8 minuta, me që Besim Ademi në minutën e 29 të barazoi rezultatin në 1-1. 4 minuta më vonë, Labinot Lubishtani nga kjo situatë shënoi dhe Ferizaj sërish kaloi në epërsi kësaj radhe 2-1. Mirëpo pas 2 minutave, Besim Ademi arriti golin e tij të dytë në ndeshje dhe rezultati u barazua kësaj radhe në 2-2. 4 gola në pjesën e parë ishin pak a shumë maksimumi i këtyre ekipeve në ndeshje dhe sikur me inercion në minutën e 54 u shënua dhe goli i pestë që Ferizaj t'i dha epërsinë 3-2. Autori ishte Lubishtani, për të cilin ky ishte goli i dytë në ndeshje. Në minutat në vazhdim loja ra dukshëm në ritëm dhe Ferizaj me sukses ruajti epërsinë minimale për të arritur edhe 3 pikë dhe për të mbetur në pjesën e epërme të tabelës.